Këtu për komentarën dhe publikisht ka qenë një qarë për çështën e asacionit. Temë e cila i shën 4 qeveri në shpe. Që 4 qeveri. Që 4 mandate, 4 qeveri, kjo e krytit fundit, mandatin e plot, merrem me çështën e asacionit. Gjendja e zhvillimit ekonomik është zero. Çdo dështim është mshef, jo pa asacion, jo bisedimet. Ju i dhat një propozim, thatë, që të Saran dhe Bugevë që nëse shqipe Selimin. Po tash për shtryj pyetjen, pse s'pe votoni Albulena Azhiun? Nëse është kjo çështja e zhbllokimit, ju i dhat dy propozime. Por pse s'pe votoni Albulena Azhiun me kry këtë punë dhe me i hap dyrë procesimet? Zotin Kurti ju po thoni është kështu që 4 vjet. Okej, ky nuk ndryshon. Ju po thoni si mi tjetërsu, si mi ron Kurtin e tina. Pse s'pe votoni Albulena Azhiun dhe mi ia dhon koha afateve kushtetuese që e parashojnë, se nuk i kanë numrajt, i vet mundësia opozitës. Gjitha subjektet politike kanë bërë një analizë dhe opozitare të flas që zonja Albulena Azhiu, ish ministrja, është figurë përqarse, sepse nëse analizoni krejt qëndrimin e saj, edhe në qeveri, edhe në parlament, edhe fyrjet, edhe gjitha ato, do thot nuk është një figurë unifikuse që është e udhëheq kuvendin e Republikës Kosovës. Prandaj, propozimi me që gjitha subjektet opozitare nuk e pranojnë figurën e saj dhe në frymën kushtetuese një kandidat, për shembull që nuk e fiton votën, atëherë fryma kushtetuese e spjegon shumë mirë që mund vije kandidati tjetër. E ki edhe me qeverinë, nëse qeveria për 15 ditë, do të nuk e përcakton, po në frymën kushtetuese po flas. Edhe atëherë shumë është më mirë mos me degradu matutje figurën e Albulena Azhiu. Pe degradon figurën e Albulena Azhiu? Pe degradon që 5 herë, 4 herë hynin në vot dhe nuk i murd po të njëjtat vota. Pse pse ta Albin Kurti pikërisht Albulena Azhiun? Une ajo që më të vërtet janë ngërdice ato deklaratat e deputetëve të vetëvendosjes, kur do thot e viktimizojnë veten si lëvizje, thua se ne kemi kundër gjinis. Jo, ne si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës i kemi propozu 2 figura gra që janë të pranueshme dhe që i votojmë. Nuk kemi bon hajgare dhe kishëm dalë për i ngërcit. Prandaj, kjo është ajo që unë mendoj që tu e pa që këta janë të shkel edhe kushtetutën, edhe ligjin e qeverisë, për dalje edhe si deputet kanë dhënë betimin, edhe po dalin në zyre, po thua që janë bashkët babës. Zoti Lekaj. Kjo dëshmon që cila strategjia Zotit Kurtit? Ata nuk kanë pjekuri institucionale. Cila strategjia? Sigurisht është strategji politike. Cila strategjia politike Zotit Kurtit, cili pse 2 herë pse Albulena Azhiu? Unë mendoj që ma tepër për me fitu në kohë, sepse ju e dini, gjithë kanë deklaru i kemi numrat, i kemi deputet për krijimin e qeverisë, për zgjedhjen e krye kuvendarit dhe po e shifet që ata nuk i kanë numrat. Për me bliko? Pse me bliko? Me bliko, sepse ai po mendon që i ka 2 pozita. Edhe pozitën e kryeministrit, që janë shkelje flagrante e ligjit për qeverisi, që vete ka prun, dhe shkelje e kushtetutës. Prandaj ka thonë, okej, unë pibajt së të dyja, dhe po rrim me që jam të ushtru funksionin e kryeministrit dhe deputetit, banë e lugë. Adin, dhe në nëse kjo është ideja, kjo është ideja, atër është shumë pyetje legjitime. Nëse s'po binin kurth në degradimin e diskursit publik, se ju thatë me vetëvendosin ka njësë ofendimi, atëra po binin kurth në Zotit Kurti që s'pja votoni kandidatën, janë linë mundësin, a i pe ushtërën dhe tyre kryeministrit, po del, po merë vendime, djemur vendim, par djemur vendim, po vazhdo me ushtërën punë në kryeministrit. Ju e pa që një subjekt politik LDK-a që tha do të bojmë kallëzim penal, saj përket marrjes së vendimit nga ministrat dhe kryeministri, dhe ajo që lën me kuptu, kanë pas zgjidhje se si mos ta ushtroj kryeministri edhe detyrën e deputetit, edhe të kryeministrit. Nuk e zgjedhin këto, apelin strategji. Në rregull, për shtryj pyetjen, apo binin kurthin e tina se s'pja votoni? Jo, nuk po bim. Ne jemi parimor, kemi thonë që Albulena Azhiun nuk e votojmë dhe nuk as kushtetut, as kurkush, nuk e detyron një deputet me votu dikan që ti dëshiron. Zoti Lekaj,
ju e di që jeni shumë i drejt për drejt edhe nuk e qoni fort kryt për këtë pjesë. Apo më shefni pikrisht të çështja e emrit Albulena Haxhiu të ju si opozitë?